Për tjetuar brenda këtyre mureve duhen goxha para. Vetëm në 2025 çmimet u rritën 4.9%, më shumë se në vitin paraprak, për qytetarët që synojnë të blejnë apo të marrin me qira banesa e shtëpi. Vetëm po duhet në mbijetu njerëzit se shumë, vështirë është me përballu çmimin e banesës. Madje për këtë shkak dikush nuk po mund ta blejë një. Kam menduar për djalë për me bëj zgjidhjen, po njerë për njerë është shumë vështirë. Mrena një periudhë mjaft shkurt, kanë shku dikun me thonë 100%, ashta është shumë veç gati ashtu. Sipas një eksperti të agjensive të shitblerjes së pronave dhe qirave, ardhja e qytetarëve turq ka ndikuar që pronat të rrisin çmimet pa kontroll. Keq eduku pronarët që i lëshojnë pronat në Kosovë, pa pas nevojë ata me negocu çmimin. Domethënë nëse ke thonë po supozojmë 500 euro çmimi, ata nuk e kanë negociuar dhe veç e kanë marrë, edhe domethënë këtë farforme qytetarët që posedojnë pronën në Prishtinë në farforme edhe e kanë rrit çmimin e tregut, të supozuar që prona e tyre i ka vlerë çat çmim. Një tjetër thekson se rritja e kostos së ndërtimit të objekteve ka reflektuar drejt për drejt në çmimet e tregut. Çmimet janë rritur për shkak të faktorit të importit që Kosova kryesisht importon produkte, sidomos nga vendet e rajonit, dhe faktori i dytë që mendoj që ka të bëjë është shkaku i daljes së punëtorëve të Republikës Kosovës jashtë Kosovës dhe është rrit kostoja e ndërtuesve. Meq tregu është i lirë, pronarët po mbi vlerësojnë pronat me çmime jo proporcionale. Nuk do të thotë se vlera e pronës e përcakton çmimin e tregut, domethënë se në varet çka ti investon në banesë. Prishtina ngjitet në krye me çmime më të larta, ndërsa qytetet e tjera ndjekin një rritje prej 4.3%.